Kjo është prej dorës Salit Qekut, ju ka dhonë Besnik Binakajt, një snajperistit, cili ka shërbye në kuadrë të batalonit diverzanto vëzhguse Delta Forcave. Ai ushtar, dikun vitin 2014, në bazë Salihut, edhe në bazë të përshtypjet tina gjatë kohës luftës, e ka po të arsyeshme që kitë radiolidhjen cilën ja ka dorëzu Salihut ma jep mu. Kitë radiolidhje ma kanë kërku edhe për muze, une nuk e kum dhënë dhe zdo të jep, se qëndrojnë disa prapavi tjera, gjithë shka, gjdo element, gjdo dëshmi, gjdo detaj, e mundohen me fshi edhe mundohen të përmen kush shembull dhe themeloj njësin Kobrat. Fakto është që agimi, po në vitin 99, 2 muaj dit, vëzhgimet që në bo, jam i vetëmi përgjithësëme. Edhe është që sharake, kur flasin për vëzhgime më të vjetrat, kurs më gjatë, se operacionet dhe ushtriven ndryshojnë në raste në qast. E mos të flasmi pas bombardimit të forcave të NATO-s 24 mars 99, ka pas ndryshime shumë të mëdhaja, mirë po. Për vëzhgimet ju më konë i vetëmi përgjithës dhe i vetëmi une kam drejt dhe i di mas mirë të si në bo. Fakt është që vetëm 22 vëzhgime janë me shkrem. Pse? Se ata nuk e din se Agim Ramadani ka kërku prej me dhe spaku me kësi radiolidhjet, kodu me ku është Ilir Berisha gjallë, e din që kemi pas dhe a i ka kodue, që në kanalin që kumë folën e kur kumë ofruë në bit 200 biseda me radiolidhje me Agim Ramadanin, sidomos ku kanë mujtë me qenë informacione që i kemi mbledh me ushtarët, me vëzhgus, cilët ushtarë këtë kobrave mu më kanë raportu, one Agimit ka thonë ato cilat mund me thy moralin të ushtarë dhe të komandant që mund me pasë dhe asi komandant, mi jep vetu me radiolidhje. Pra ju përmbani këtë si shenjë dëshmije për afërsinë dhe për punën që keni bërë edhe me Agim Ramadanin. Po, është që sharake tash të flasin komandant cilët kanë qenë në Babin, asë në Papaj, në kohën kur kemi dalë na gjatë muajit shkurt në Padesh, ku jemi vendosë në shtëpin e Man Latajt, edhe një detyrë cilën e ka vlerësu shtabi i grupit operativ të re, ku ka qenë Agim Ramadani, Rustem Berisha, Salit Qekaj, kanë mendu që ne Kobra duhet dislokomi për 2 javë. Na kemi arrit gjatë 24 orëve për 48 orë gjitha sendet e nevojshme i kemi dislokuar. Dhe pëthoni që ju jeni anashkaluani pra pas luftës për punën që keni bërë. Normalisht, qëllimisht dhe për shkak se ka ase cilët kanë notu jenë gjithë shumë mirë pas luftës, mirë po ka edhe në mesin e familjeve dëshmorve që po pretendojnë, po kanë dëshirë me ndryshuar realitetet.